Prej 5 tetorit opozita ka tentuar të bllokojë çdo mbledhje të parlamentit, por nëse nuk ja ka dalë të ndalojë qeverinë të votojë nismat ligjore, deputetët demokrat kanë mundur të bllokojnë ligjet që kërkojnë më shumë vota se sa ka mazhoranca socialiste, ato me 84 vota. Një prej këtyre ligjeve është amnistia, që mbriti në parlament në fillim të muajit edhe nga e cila përfitojnë ulje dënimi apo liri rreth 600 persona. Tradita parlamentare ka treguar se ligjet e amnistisë janë miratuar para festave të fundvitit, por në seancat ku opozita ngre barikada në testumuese, ideja e konsensusit për çfarë lloj ligji është bërë politikisht e paplanueshme. Një ligj tjetër që mbeti në parlament është drafti që rrit pagat e anëtarëve të gjykatës kushtetuese deri në 6.4 milion lekë, i cili sërish kërkon konsensusin e 84 deputetëve në një kohë që mazhoranca numëron vetëm 77. Në këtë rast edhe gatishmëria e Lulzim Bashës e deputetëve të tij nuk e ndihmoi qeverinë të miratojë rritjen e pagave. Pas 2 përpjekjeve të dështuara për të arritur numrin e 84 votave pro, ligji as nuk është futur më në rendin e ditës në seancë plenare. Konfirmoj që zoti Berisha është në sallë. Në klimën e tensionuar politike në parlament nuk po diskutohet më as për avokatin e popullit. Erinda Ballancës i ka mbaruar mandati para 19 muajsh, por zgjedhja e pasardhësit të saj duket gjithnjë e më e vështirë për një figurë që duhet ketë konsensusin e opozitës e mazhorancës. Projektligji për shtetësinë mori miratimin e opozitës në seancën e 21 shtatorit, para se të niste aksioni për bllokimin e parlamentit. Por presidenti e ktheu për rishqyrtime, tashmë duket e vështirë që demokratët të ndërpresin protestën për të votuar këtë draft, edhe pse ai shërben sportit e synon dhënien e shtetësisë shqiptare për disa kategori sportistësh. Situata në parlament pritet të jetë tensionuar edhe në 15 janar, kur kuvendi nis punimet pas pushimeve të fundvitit. E duke se pa u zgjidhur konflikti politik mes opozitës dhe mazhorancës, asnjë ligj me shumicë të cilësuar nuk do të miratohet në parlament.